Përshëndetje miq, ju uroj një fundjavë të bukur të gjithëve. Për që më keni pyetur që Eli nuk ne postove pjekjen e bukës dhe të picave, keni të drejtë, por ama recetën e brumit e kam postuar në detaj. Nëse ju më ndiqni, hidhini një sy se gjeni shumë receta të ndryshme si TikTok, në Instagram, YouTube e Facebook. Unë këtu i tregova recetën e brumit që lash gjithë natën në frigorifer, e nxora dhe lash për 2 orë të tjera, i dash formën sipas dëshirës për bukën, i dash disa prerje. Kjo është, më thënë, brumi i bukës, i dash disa prerje me brisk dhe direkt në furrë të paranxuar me 230 gradë për 30 minuta. Ulim temperaturën me 200 gradë dhe vazhdojmë pjekjen për 20 minuta të tjera. Dhe pastaj do shikojmë rezultatin e bukës si doli. Shikojeni, doli fare. Atë brumi që pat ishte për pica, nuk është se i mata o i peshova, më the të thash, si pas dëshirës time dhe me sy. Shikoni tani, këtu hapa këto, do më thëmë brumin për picat, më falni, lëva aty tavolinën me miell di grano duro, semola di grano duro qëtë këtu, në një tepsi të paranxuar e vesha me letëfure, por mund ta lyni dhe me vaj. Unë e preferova në këtë mënyrë, i hapim, ja kështu, i mbushim sipas dëshirës. Unë i mbusha me salcë domatesh, prosciutto e mozzarella, pak vaj ulliri. Për pjekjen e picave o focaccias, çfarë të doni juve, unë e përdor, domethënë temperaturën 250 gradë për 10 minuta, ul temperaturën 200 gradë 10 minuta të tjera dhe i kemi gati. Siç e thash, mbushin sipas dëshirës, me djath, disa i bëra vetëm focaccia me vaj ulliri dhe me rozmarin dhe ky është rezultati. Ju përshëndes, ciao ciao.